Përshëndetje, ku jemi këtu me bashkimin e datës 17 maj 2026. Duket se kjo ditë e diel, duket se Mërkuri lëviz në shenjën e binjakëve, pra në shtëpinë e vet. Kjo do të thotë ndikime, do të thotë vazhdimsi pozitive, çështje komunikimi, udhëtime, transaksione tregtare dhe studime. Do të jemi kurioz dhe duam të mësojmë më shumë gjëra për të hyrë domosdoshmërisht në thellësi. Qasja do të jetë disi më sipërfaqësore, nga ana tjetër vëmendja do të shpërqendrohet lehtë dhe mund të jemi disi nervoz për sa i përket këtyre çështjeve, prandaj pak kujdes me binjakët, peshorja dhe ujorët. Nëse kemi mundësinë ose kohën e duhur, mund të ndikojmë në lidhje me punën, lidhje me karrierën dhe ndryshimet e tjera që do vinë. Por gjithsesi kjo periudhë është mjaft e mirë dhe tepër pozitive mbi takimet dhe ndryshimet, mbi vendimet dhe marrjen e punës dhe të karrierës. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dëm të diçit parë, me ujor të diçitet është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Për sa përket shenjës së demit, duket se demi nga njëra anë na mëson shumë gjëra për të rregulluar, stabilizuar jetën dhe kohën e duhur, por megjithatë, tani për tani është momenti dhe koha e duhur, sepse demët jo se kanë pasur problematika ose kanë pasur gjëra që nuk i kanë stabilizuar akoma, por demi është në anën më të mirë të mundshme të qenë ndonjëherë, sidomos në çështjet e punës, ka ndikime shumë të mira dhe mundësitë artë që vijnë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me peshorët e diçit parë dhe briçat të diçit të tretë, dhe diçit të tretë sidomos është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë binjakët. Për binjakët duket se kjo periudhë është mjaft e mirë në lidhje me takime pune, në lidhje me disa vendime shumë të rëndësishme që do të keni, por mos u shqetësoni sepse kjo periudhë është mjaft ndikuese dhe pozitive në lidhje me ndryshimet dhe po kohën e duhur që kanë të bëjnë. Megjithatë, është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive mbi takimet dhe ndryshimet që do të keni në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me akrepët e diçit parë, me dashët e diçitet është perfekte. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë gaforja. Për gaforet duket se nga do që ta kthesh, si do që të flasim, është momenti jonë, është koha jonë, është ajo çka e kam jetuar. Dhe favorizimet që vinë ose mundësia që kemi janë mundësitë më të mira, sepse pozicioni i planeteve na ndihmon për të arritur në finish, na ndihmon për të vënë ose për të qenë të drejtë në jetën tonë. Kjo jep ndikim, kjo jep ndryshim, mundësi në kohën tonë më të mirë. Edhe pse ju e jeni pak a shumë të ndikuar, pak a shumë në lidhje me vendimet që merrni në kohën e duhur ose mundësitë të artë që keni nga tani e tutje, është koha juaj, është ajo çka e kam jetuar, është ajo çka unë dua të përforcoj, të rregulloj, të stimuloj, stabilizoj. Stimulimi është ajo që unë dua ta bëj diçka, po ta shikoj si vete, që të arrij në finish. Dhe juve jeni mjaft të ndikuar në këtë aspekt dhe koha tregon që ju jeni me shumë fat dhe momentet arta që vinë drejt jush. Gaforet kanë mundësinë, sepse gaforet e dinë shumë mirë çfarë bëjnë. Në fushën e dashurisë duket se me shigjetarët e diçit parë, me dashët e diçitet është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanëve. Për luanët, meqense luanët nga njëra anë janë mjaft të ndërlikuar, sepse edhe si periudhë, edhe si kohë, kanë disa mundësi që ata vërtet flasin ose bëjnë diçka shumë të rëndësishme për punën, për karrierën, për gjërat që ata presin të realizojnë, por është koha më mirë e mundshme e tyre, sepse do shikojnë disa gjëra të realizohen, të komunikohen, të arrihet ajo që ata duan, sepse është koha e tyre, është momenti, është diçka shumë e madhe që los rol të rëndësishëm në ekonomi. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me ujorët e diçit parë, me dashët e diçitet,
përgatituni sepse ka diçka shumë të madhe në fushën e karrierës, në fushën e biznesit. Pra gjitha këto përbëjnë një hap shumë të rëndësishëm në jetën tuaj edhe në gjëra të tjera që do të ndikojnë në vazhdimsinë e punës dhe të karrierës suaj. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë virgjëresha. Për virgjëresha të duket se tani për tani, nga do që ta kapë, si do që të vinë gjërat, janë mundësit ato që përforcojnë, realizojnë çështjet ekonomike financiare dhe mundësitë e punës për sa i përket zhvillimeve dhe ndryshimet që vijnë tani. Ndryshimet janë në anën tuaj më të mirëmuese sepse kjo periudhë është periudha juaj, është ajo që ju e keni dhe do t'i arrini qëllimit tuaj në lidhje me anën ekonomike, në lidhje me biznesin, në lidhje me disa ndryshime shumë të mëdha që do të keni tani tutje. Është një mundësi shumë e mirë, mundësi e artë, një mundësi që do të ndryshojë gjërat, një mundësi që do të ndryshojë ekonominë dhe stabilizimin e saj, por meqense kjo periudhë është e juaj, kjo periudhë është në nivelin e duhur për ekonominë dhe stabilizimin. Kurse në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dashët e diçit parë, me peshorët dhe diçit të tretë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e peshores. Peshore dashura, nëse juve jeni në kohën e duhur në fakt, por doni të bëni disa rregullime, këto janë rregullime momentale, rregullime që vërtet kjo periudhë është e juaja, sepse stabilizoni ekonominë, stabilizoni gjërat që doni të bëni me jetën tuaj aktuale, një mundësi shumë e mirë për ekonominë, për punën, për marrjen e vendime të rëndësishme, është koha më e mirë e mundshme. Kurse në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dashët e diçit parë, me virgjëreshët e diçit tretë është perfektja, por peshorët gjithmonë kanë dhe mundësinë e artë që ata dinë të realizojnë, rregullojnë në jetën e tyre. Në çështjet që kanë të bëjnë me bashkim familjar, ju që jeni në diasporë, ka të bëjnë shumë me bricap të diçit të dytë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë akrepi. Çfarë ndodh me akrepët? Akrepët tani për tani, edhe pse luajnë një rol shumë të rëndësishëm në ekonomi, por në anën tjetër duket se ndryshe mendojnë, ndryshe gjykojnë. Unë ju them akrepëve të diçit parë, sado që ata të lodhen ose të mërziten, sado që ata kanë disa gjëra që nuk ju vejnë aty ku duhet, por vjen një kohë përcaktuese mbi stabilizimin, mbi konkretizimin e gjërave. Momentet e periudhës të ndryshimit ekonomik është një moment shumë i mirë, sepse stabilizon kohë, mundësi, realitet. Çështje ekonomike këta. Pastaj kemi edhe një rast shumë të mirë, një rast vendimtar financiar që lidhet me juve. Është një pozicion shumë i mirë në anën ekonomike, sepse nganjëherë pozicionimi i planeteve ndihmon shumë në këtë aspekt. Por ka diçka shumë të madhe. Ajo diçkaja lidhet me financat, lidhet me kuptimin e gjërave të mëdha, sepse nga gjërat më pozitive dhe më konkretet që lidh ekonominë, lidh me stabilizimin e tyre, por dhe rregullat e duhura për ekonominë dhe stabilizimin. Kurse në çështjet kanë bëjnë me dashurinë e munguar, them unë. Ka të bëjnë me bricap, ka të bëjnë me virgjëresh sidomos është aja dhe zhëja, nëse keni mundësinë mund ta zgjidhni siç dëshironi juve. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shigjetari. Për sa i përket shigjetarëve, shigjetarët janë në fakt në një farë mënyre në kuptimin e plot të gjërave, lidhje me punën e tyre, lidhje me ndryshimin e madh, lidhje me disa vendime shumë të rëndësishme që kanë tani tutje. Kjo është një periudhë mjaft e mirë, është një periudhë e artë për zhvillime, ndryshime, takime që bëhen, janë takimet mjaft të mira, sepse edhe stabilizoni ekonominë, edhe stabilizoni gjërat të tjera që do të vinë tani tutje, për sa përket asaj që do thotë ndryshimi i madh. Ndryshimi i madh për shigjetarët është ekonomia, është stabilizimi, është përvetësimi gjërave që vë keni
nga puna, nga karriera, nga ndryshimet që keni tani atutje, dhe është një mundësi shumë e mirë. Por megjithëse juve pak a shumë e keni dhe disa gjëra të tjera që do të keni dhe mundësia me realitetin, do thosha unë, se është diçka reale për punë dhe për vendime. Megjithatë, është një stabilizim financiar. Por stabilizimi financiare lidhen dhe me ekonominë, lidhen dhe me atë çka unë pregatis, çka unë bëj tani e tutje. Megjithse juve jeni shumë të dhënë mbas punës, mbas ndryshimit madh që keni dhe pozicionin planetar. Tani në këtë periudhë, edhe pse koha, ekonomia, stabilizimi, ndryshimet të mëdha që vijnë tani e tutje, është një moment, është momenti e artë, është një momenti e artë i ndryshimeve, sepse koha tregon që vërtet jeni në anën tuaj. Vërtet e keni atë mundësinë e ndryshimeve dhe zhvillimeve të mëdha që keni, por është një mundësi shumë e mirë për punën dhe për ndryshimet. Nuk ka vend për të shqetësuar, por ka vend për të gëzuar. Sepse tani për tani jeni në anën më të mirë të mundshme. Ndash besojnë, ndash jo. Se është koha dhe kjo është ajo, është periudha dhe ndryshimi që keni. Por mundësia është idealja. Janë gjërat konkrete, është mundësia më e mirë e mundshme për ekonominë, për ndryshimet, për vendimet dhe gjërat të tjera që do të diktojnë tani atutje. Prandaj mos shqetësoni, prandaj mos lini gjërat, mos lini masdore për ndryshimet që do keni, për punën që do veproni, por koha është në favorin tuaj, koha është në anën tuaj më të mirë të mundshme dhe stabilizimet janë të sigurta mbi jetën dhe veprimtarin tuaj në kohën e duhur. Në çështje shpirtërore lidhje që kanë të bëjnë me peshk të diçit parë, vijgjeshtë të diçit tretë që është perfektja, por mos harrojmë se dhe me akrep të diçit parë ka diçka shumë të rëndësishme në lidhje me anën e shpirtit dhe pastërtinë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e bricave. Për sa i përket bricave, bricavët duket se në këtë periudhë kanë mundësinë dhe kohën e duhur për nisma të reja. Bricavët nga njëra anë mundohen shumë për të qenë në finish, mundohen shumë për të bërë diçka të re, por jo se nuk arrin. E arrin që ç'ke me të, por mundohen që të jenë korrekt me gjërat që duhen të bëjnë. Në çështjet që lidhen me një takim jo i rastësishëm, por i volitshëm për atë që bëhet, sepse tani për tani mund të themi që duhet pasur kujdes, duhet gjetur gjëra, do gjetur gjuhë përbashkët. Sepse ndryshe flet tjetër, ndryshe ti e kupton. Keq kuptimet kanë atë mënyrën se si juve i bëni gjërat. Por kjo periudhë, ky moment dhe kjo kohë është e juaja. Në çështjet që lidhen me bricapët janë shumë të dëgjueshëm, janë shumë perfekt në atë që bëjnë. Po të tjerët i dëgjojnë vallë, tu është çështja. Meqenëse kanë të drejtën e tyre, mund ta nisin diçka shumë të mirë dhe pozitive. Por vazhdimësia, sidomos lidhjet afatgjatë që kanë bëjnë bricap vërgjesh, bricap peshk është perfektja. Por mos harrojmë se vetë bricapët kanë mundësinë dhe kohën e duhur për zgjidhur çështjet problematike. Një bashkim familjar dhe një takim i rastësishëm do bëjë çuditëra për juve që nuk jeni në lidhje. Shkojmë tek shenja e radhës, tek shenja e ujurit. Për ujorët duket se kjo periudhë është një periudhë mjaft ndryshime të mëdha, ndikuese, rrezatuese në ata që do të bëjnë, sepse lidhet me ekonominë, lidhet me ndryshimin, lidhet me vendimet të tjera që do të keni, por në fushën e punës së tyre kanë një takim shumë të rëndësishëm, është takimi i bisedimeve të rëndësishme që do të kenë në fushën e punës tyre. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëmtë dhe diçit parë me ujorët dhe diçit të tretë është perfekte. Vijmë tek shenja e radhës, janë peshqit. Peshët dashur, duke se dita e sotme është një ditë mjaft fitimprurse në ekonomi, lidhje me ndryshimet e mëdha që vijnë, por dhe udhëtimet. Në udhëtime sidomos njerë nuk e diskutoj, nuk e vë ndryshim, sepse është kjo periudhë juaj, është momenti më i mirë i mundshëm. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë për sa i përket këtij ndikimi,
janë sepse peshqit kanë edhe kohën, por peshqit nga njëra anë mundohen shumë të arrijnë aty ku duan dhe është mundësia e tyre mjaft pozitive. Në lidhje me çështjet e takimeve që kanë bëjnë, që lidhje që kanë bëjnë mundësitë që i jepen, është koha e duhur, sidomos lidhjet peshk, bricap, peshk, dash është idealja. Këto ishin pak shumë për sa përket pikërisht kësaj dite kaq të rëndësishme, një ditë që vërtet do shikoni shumë ndryshime të ndikimit të madh, që do thotë data 17 maj 2026. Për ju që interesoni për bashkimet e ndajuara, kemi këtë faqen këtu. E klikoni, e shikoni dhe më pas dërgoni emailin tuaj tek sekretaria dhe flasim bashkë në Viberit apo WhatsAppit. Për ju që doni që në kohën që jemi drejt me juve, kemi këtë butonin këtu. Pra, në pyetje përgjigje, e klikoni, e shikoni dhe jeni gati për dërguar mesazh. Nga Gjyra Pulla.